Në kuadër të 130 vjetorit të shpatjes së Nanës së Këshillit të Mirë si pajtoria e Shqipërisë, është zhvilluar këtë shtunë konferenca shkencore ndërkombëtare me titull Nana Këshillit të Mirë përmes historisë dhe devocionit. Në fjalën e tij arkipeshi Shkodërpult Imzo Giovanni Peragine tha se ky përvjetor është një mundësi për të reflektuar mbi vendin që Nana Këshillit të Mirë ka zënë në ndërgjegjen e popullit shqiptar. Ky përvjetor nuk është vetëm një kujtesë historike e një akt kishtar me rëndësi kombëtare, ashtu si keni dëgjuar, por edhe një mundësi e qëlluar për të reflektuar mbi vendin që Nana e Këshillit të Mirë ka zënë në ndërgjegjen shpirtërore, kulturore dhe historike të popullit shqiptar. Për shumë breza shqiptarish, në kohë paqeje dhe në kohë sprove, figura e Nanës së Këshillit të Mirë ka qenë shen ngushëllimi, forcë, mbrojtje dhe shpresë. Pikërisht për këtë arsye, kjo konferencë merr një rëndësi të veçantë. Ajo nuk synon vetëm të kujtojë të kaluarën, por të krijojë një hapësirë serioze studimi dhe dialogu ku historia, teologjia, letërsia, kultura dhe memoria kështare takohen për të ndryshuar më thënë këtë trashëgim të çmuar. Ndërkohë historiani Romeo Gurakuqi u ndar tek historia e kultit të Zojës së Këshillit të Mirë dhe konteksti historik në trojë shqiptare dhe më gjerë. Mbledhena sot në Shkodër në një moment me domethënie të thellë, shpirtërore, historike dhe kulturore, për të reflektuar me një figurë që zë një vend qendror, jo vetëm në jetën shpirtërore dhe katolike shqiptar, por edhe në kujtesën kulturore dhe historike të vendit tonë. Prej më shumë se 5 shekujsh, Nana e Këshillit të Mirë ka kalu kufi, gjuhë, kujtesa kolektive, duke mbetur gjallë në ndërgjegjen fetare dhe kulturore të shqiptare dhe botës arbëreshe. Në këtë kuptim, ajo është më shumë se një figurë devocioni, është një emër që bashkon histori, kujtesë, art, tekst, shtektim dhe identitet. Historia e kësaj figure është në një farë mënyrë është historia e vetë popullit shqiptar. Ajo lidhet me dramën e egzodit të shqiptarëve të fundit të shekullit 15, cilët nën përparimin osman u detyruan të braktisin trojët e tyre, por morën me vete jo vetëm jetën materiale, por edhe universin shpirtëror. Gjuhën, fen, rritet, ikonat, këngët, kujtesën historike dhe identitetin e pastër arabnor. Konferenca mblodhi studiues, klerik dhe personellet të kulturës me fokus mbi rëndësinë historike, shpirtërore dhe kulturore të figurës së Zojës në traditën shqiptare.